Para, Partia Demokratike nuk është përgjegjëse për ofrimin e institucioneve. Qytetari i Republikës Kosovës nuk na ka dhënë mandat që ne të jemi ata të cilët krijojmë institucione. Qytetari mandatin ja ka dhënë lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje duhet që ti krijoj institucionet. E para. E dyta, sa i përket votimit tim për një koalicion, unë kam thonë fushat elektoral dhe vazhdoj edhe sot ta tham, unë jam kundër koalicionit me lëvizjen vetëvendosje dhe vazhdoj të jem kundër, sepse në fushat më është kërku nga qytetarët e Republikës Kosovës mendimi edhe qëndrimi im, vetë fakti që unë në fushat jam deklaru që jam kundër një koalicioni, prapë sot jam kundër atij koalicioni dhe asnjëherë për asnjë çmim nuk do t'i tradhtoj qytetarët e vendit tem dhe nuk do ta tradhtoj besimin që më kanë dhënë qytetarët e Republikës Kosovës, me çka shfrytëzoj rastin, me që është intervista ime e parë pas zgjedhjeve, ti falenderoj të gjithë votuesit që për të disatën herë radhazi kanë nxjerrë deputetën më të fuqishme pothuajse në listën e Partisë Demokratike.